Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pasi quajti Arbanën Kuçk, Fabiolës i ndodhe papritura jashtë fermës. Rrugtimi i Fabiolës në fermë u ndërprer në mënyrë të papritur dhe në mes shumë zhurmës. Përdorimi i fjalës Kuçk gjatë një debati dhe përplasja drejt për drejt e tensionuar me moderatoren Arbana Osmani shkaktoi një furtunë komentesh negative dhe çoi në eliminimin e saj të menjëhershëm me vendim të publikut. Në ato momente dukej se audienca e kishte kryqëzuar ish-banoren për sjelljen e saj. Megjithatë, siç ndodh shpesh me dinamikat e reality show, dalja jashtë mureve të shtëpisë dhe rikthimi në jetën reale ka sjell një zhvillim krejtësisht tjetër. Pasi stuhia u qetësua dhe Ola nisi të ndaj momente nga përditshmëria e saj, veçanërisht krah partnerit të saj Adionit dhe familjes, duket se një pjesë e mirë e publikut ka ndryshuar qëndrim. Pavarësisht komenteve të ashpra që mori gjatë qëndrimit në program, përjashtë saj njerëzit kanë filluar të tregojnë interes dhe një lloj empatie për të, duke u fokusuar te jeta e saj përtej gabimeve televizive. Ky ndryshim i perceptimit publik përkthehet më së miri në shifra. Që nga momenti i daljes nga ferma, Ola ka shënuar një rritje të jashtëzakonshme në rrjetet sociale. Ajo ka arritur të grumbullojë mbi 30.000 ndjekës të rinj në llogarinë e saj zyrtare në Instagram. Siç konfirmohet edhe nga pamjet e fundit, profili i saj ka kapur tashmë shifrën e 131.000 ndjekësve. Kjo rritje masive dëshmon se skandalet televizive jo gjithmonë përkthehen në refuzim afatgjat nga publiku. Përkundrazi, për Olën kjo situatë duket se i ka shërbyer si një trampolin për të rritur vëmendjen dhe popularitetin e saj në rrjet.